Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, si ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua të ndaloj në këtë minutazh në një nga çiftet më të komentuar dhe më të përfolur, një dyshe që në fakt e ka mbajt publikun mbërthyer për ekrani. Do të flas pikërisht për Kesin edhe Inën. Ju e dini shumë bukur që Kesi dhe Ina ndërtuan historinë e tyre të dashurisë brenda shtëpisë së Big Brotherit. Në fakt ka qenë një sakrificë e madhe nga ana e Inës që u përball në një lidhje dashurie që në fakt po tentonte që të krijon marrëdhënie, një lidhje dashurie që ka qenë jashtëzakonisht e komentuar, që ka qenë jashtëzakonisht e përfolur, ka patur dhe nga ato kritikët të cilët ishin të ashpër në përzgjedhjen që Ina bëri, por Ina tregonte që ishte shumë e lumtur me Kesin dhe që kishin ndërtuar një histori të bukur dashurie brenda shtëpisë. Në momentin që Kesi u largua nga Big Brotheri, ka qenë një mbështetje jashtëzakonshme e Inës, ka qenë një suport i papar, domethënë nga jashta shtëpisë, e ka mbështetur Inën, i ka qëndruar pranë, ka qenë ajo dora e fortë që në fakt një grua kërkon që të jetë, por siç duket gjërat nuk shkuan në atë formë. Tani shumica thonë i ka zënë mallkimi Stelinës, por nuk mendoj që Stelina duhet të ketë mallkuar, sepse Stelina këtë historinë e mbylli që brenda shtëpisë. Ajo dashuri e cila u premtua në fakt mes Kesit edhe Inës, jashta Big Brotherit humbi krejtësisht. Çifti mbyllën raportin edhe marrëdhënien e tyre. Të gjithë ishin kureshtar, në fakt dinë se çfarë po ndodh me këtë çift, të gjithë ishin kureshtar dhe dëshironin që të kuptojnë se a do të kthehet Ina dhe Kesi bashkë. Njëherë u fol që Ina dhe Kesi do të rikthehen përsëri bashkë, por siç duket, një fotografi këtë herë e kapur nga e shkrepur më konkretisht nga paparazzi, tregon që Ina ndoshta është në një njohje të re. Tani Ina është parë shoqëruar me një djalë tjetër. Për të ruajtur edhe identitetin e djalit jemi munduar që të fshehin fytyrën, por nëpër portale të ndryshme shkruhet që Ina ka krijuar një marrëdhënie të hapur tjetër dhe është në një lidhje të re. Tani nuk ka një konfirmim në fakt nga ana e Inës në qoftë se ka krijuar ndonjë marrëdhënie, sepse nuk mund ta themi direkt të dashur, por unë dua që në një farë mënyrë pak dhe ta demontoj këtë lajmin, shkaku sepse ai mund të jetë edhe ndonjë familjar i afërt i Inës, i cili e ka shoqëruar Inën në ndonjë udhtim dhe menjëherë domethënë një shkruar titujt si i dashuri i Inës. Nuk e besoj që Ina këtë gjë e bën për klikime përkundrazi, por edhe nëse Ina ka krijuar një marrëdhënie të re, nuk ka asnjë gjë të keqe. Mendoj që me Kesin ato i kanë mbyllur të gjitha rrugët dhe nuk ka më një mundësi për kthim mbrapa. Si e komentoni ju këtë lajmin? Mendoni që Ina është në një marrëdhënie të re?